Prime-in e kaluar, Eliona dha rrëfimin e saj për linjën e jetës në Big Brother VIP Kosova 4. Ndërsa pas rrëfimit të saj, ka qarkulluar një mesazh nëpër rrjetet sociale, Gjoja është i dajës së saj. Në këtë mesazh shkruhej: "Dhuna të cilën babai yt që ka ushtruar pa ndërprerje ndaj mamit tënd dhe juve që çoj deri te divorci atë se përmend. Shkaktari kryesor pse ti dhe vllau yt jeni larguar nga familja je ti dhe babai yt. Krejt rrëfim i pavërtet." Ky mesazh u shpërnda me të madhe nga të gjitha faqet e internetit dhe nga të gjitha mediat online. Më pas, sot gjatë Prime-it u përfal se do të jetë një zarf i kuq për Elionën dhe në të cilin ishte dhe ky reagim i dajës së saj. Në reagimin e ri që daja i Elionës ka bërë, ai e ka përkrahur atë. Madje në mesazhin e tij shkruan: "Reagim publik, kur durimi mbaron. Unë Valon Zhubaj reagoj publikisht ndaj keqpërdorimit të emrit tim dhe adresës sime personale në Facebook, si dhe ndaj deklaratave të pavërteta që po qarkullojnë në emrin tim nga disa individ dhe media të papërgjegjshme. Mjaft me gënjeshtra, mjaft me shpifje, mjaft me lojra të ndyra. Çdo tentativë për të më paraqitur mua si njeri që dëmton apo manipulon Elionën është një trillim i ulët, i ndërtuar për të mbuluar pa aftësinë dhe qëllimet e pista të tjerëve. Kaq, unë jam daja i Elionës, i Blentinetës dhe i Erisit, jo analist televiziv, jo portal anonim, jo komentues nga divani. Jam familje, jam gjak dhe familja nuk përdoret, familja mbrohet. Hyrja jote, Eliona, në Big Brother ka qenë vendimi yt, por ajo që po ndodh aty brenda është eksperiment mbi dhimbjen njerëzore, jo spektakël. Të kthesh një të kaluar të hidhur në armë kundër një vajze është akt i pështirë dhe frikacak. Ata që flasin për viktimizim e bëjnë sepse nuk kanë asnjë ide çfarë është mbijetesa reale. Janë të fortë vetëm me fjalë. Të presim me fitore. Big Brother sot nuk është më format, është teatr poshtrimi, ku plagët shiten si përmbajtje dhe lotët si audiencë. Të ndërtosh karrierë mbi tragjedinë e dikujt tjetër nuk është sukses, është dështim moral. Dhe po, kjo ka emër çnjerëzi. Produksioni që lejon nxit apo instrumentalizon këto situata mban përgjegjësi morale, sado që mundohet ta fshih pas rregullave, kontratave dhe show. Detyrimet e imponuara, fjalët e drejtuara dhe skenarët e maskuar janë poshtrimi pastër. Çdo media, portal apo individ që tenton të manipuloj opinionin, të rishkruaj të kaluarën apo të përfitoj nga dhimbja e motrës son, ka di i mirë, nuk do të kaloj pa reagim. Unë nuk jam këto për të qenë i pëlqyeshëm, jam këto për të qenë i drejtë dhe nuk kam frikë nga zhurma që bën e vërteta. Jam zëri i motrës sime, me nderime Valon Zhubaj, përfundon mesazhin e tij daja i Elionës.